E qësim Ramonit bjen poshtë të LDK-ja. Bjen poshtë? Kur Abdullah Hoti nuk e votan qeverin me vetëvendosin. Kur Hikmet Bajrami nuk e votan qeverin me vetëvendosin, koalicionin. A me PDK-n e votojnë, a? Po e votojnë. E votojnë, i sigurt për të. Po. Së është era parë, e votojnë me PDK. Po. Jo, po nuk e votojnë se Abdullah Hoti u shkarku, ti e din, 12 nacë. Po. Njerë është shkarkuar Kurti, pastaj Hoti. Po. Mos të harrojmë ato. Okej, shkojmë me pyetje. Shkojmë me pyetje, kam mbetur pak minuta, shkojmë me pyetje se i kemi shikuesit të cilët i respektojmë shumë. Kemi Edhe djali Saliçekut se votan koalicionin me vetëvendosin. Veç se kanë vrarë njerin. Okej. Ka shumë pyetje këtu, edhe natyrisht do dua t'i inkorporoj shkurtimisht. Natyrisht që t'i japim përgjigje të gjithëve. Ka pyetje të drejtuara nga të gjithë, po do të përpiqemi t'i orientojmë që të përgjigjemi gjithë nga pak. Kishë edhe shumë kushtrim, kështu që. Po, kërkoj falje që janë shumë. Që kanë me t'jashtë. Okej, zona zotëri, ky është momenti. Fatmir Mehuka, i cili është shikuesi rregullt i këtij emisioni, me aq sa e kam parë në komentet e tij, thotë unë e di sigur që vetëvendosje s'don me kriju qeverin, kanë me zvarrit krejt procesin dhe Blerimi dhe Krenari i duar trokisin kësaj zvarritje. A është e vërtetë ose e pa vërtet për Fatmirin nga një fjali, gashp ti? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? As pak s'është e Se si e vërtet. për zvarritje? Jo, ma qëfar, Ju jeni që të krijohet qeveria sa ma shpejt. sa më shpejt që është e mundur. Po, edhe besoj që ka mu kriju shpejt. Okej. Rinor Ismet Krasniqi, dua të drejtoj këtë pyetje për gjithë panelin. A mendoni se është një praktikë, është një pyetje shumë interesante, të më drejtën, në më ka pëlqyer pyetja e Rinorit, jo që tjera s'm kanë pëlqyer, por ishte artikuluar. A mendoni se është një praktikë e shëndetshme demokratike që partia fituese të mos e krijojë qeverinë? Thotë nuk e cënon kjo vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhje. Thotë për më tepër si mund të justifikohet një situatë ku një parti që merr shumicën e votave nuk arrin të formojë qeverinë, ndërsa koalicionet artificiale bëjnë këtë gjë, edhe pse kanë më pak mbështetje popullore. A është ky një deformim i demokracisë dhe a duhet të ndërmerren reforma për të parandaluar një praktikë të tillë në të ardhmen? E nis me Zeqirin. Unë kisha thonë që çdo herë Rinorit, si i përgjigjem? Partia por fituese me bo qeverinë. Sikur në Angli. Sikur në Angli. Po. Po thu ta sanksionohet edhe me ligj? Me ligj. Ka dole para, le të bën qeverinë. Pra pajtohesh me Rinorin. Po. Matoshi, këtu i kemi dy qëndrime të zotit Kurti, një kur ka qenë opozit edhe një pastaj. Se njerë thot shumica është e shumicës gjithëve, pastaj është fituesi i zgjedhjeve. Cili është fituesi i zgjedhjeve, këtu është pikpyetje. Matoshi. Nuk ekziston në demokraci koalicion artificial. Këtë koalicionet janë artificiale. Me nga një fjali se ka pyetje shumë. Ama problemi është që varet për konstitucionit vendit. Çka po varet vendi i ka mësymjet. Në Austri fituesi është përjashtu prej bombjes qeverisë nga opozita. Dhe ju e dini pse, sepse është e djathtës ekstreme që nuk e del. Në Gjermani po ashtu, është përjashtu prej koalicionit fituesi. Po. Kështu që mundet përjashtohet për jetë shtetit gjithkohë në demokraci fituesi i zgjedhjeve. Okej, Sami Halilaj. Thotë kjo dihet mirë, kush i ka numrat pra pyetje, kjo dihet mirë. Thotë Lumiri president, Hamza kryeministër, Ramushi ministër i mbrojtjes dhe janë 72 vota. Pranvera, a pajtosh me Samion në këtë projekcion të cilën e ka dërguar për politikën si shikues shumë besnik i këtij emisioni? Një përgjigje për zotin Sami. Zoti Sami, sa duket këto janë preferencat cilat ai ka dëshirë, ka dhe plot njerëz që e shohin një qeverisje të opozitës. Nëse kishte me qenë, domethënë me qeverisë opozita ndodh që me qenë kështu. Mirë, po tu përgjigj dhe në pyetjen që shtrohet paraprakisht, edhe unë jo me atë mendimin që i pari që i ka fituar vota duhet me provu spakti me kriju qeverinë. Ekzistojnë afatet ligjore, nuk mundesh me plotsu vazhdon te i dyti. Kështu që ato janë në mënyrë dëshirore me bo opozita, por tash ajo krejt nuk varet domethënë prej tyne, po prej të parit që e ka kriju. Muzafer Avdyli thot përshëndetje të nderuar, e përshëndesim edhe ne Muzaferin.
Më thoj, mendoj se me patjetër duhet Albini me bërë qeverinë ose duhet me shku në zgjedhje, nuk ka opsion tjetër. Kështu gash, Jo, a janë këto dy opsionet apo duhet opsioni është edhe tjerë që ta bëjnë qeverinë? Opsioni është që edhe opozita mund të bëjë qeverinë. Në pajtohem që në Konstitucionin e Republikës Kosovës nuk ka cenim të vullnetit e qytetarëve gjersa mund t'i bësh numrat. A mund t'a bëjë opozita, a mund t'a bëjë qeveria tanishme apo opozita e tanishme vetëvendosja, ajo varet nga aftësia e negociatave pasi rezultati zgjedhjeve vullnetin e kanë nxjerrë jo absolut, po e kanë nxjerrë relativ. Këtë rast fitues relativ me shumë vota e kanë nxjerrë vetëvendosjen. Prandaj zgjedhjet nuk i konsideroj si zgjidhje për arsye se nuk mund të ndryshoj rëndësisht konfiguracioni politik me këto zgjedhje që ishin. Një zotri me mbiemrin Matoshi pas ka komentuar, nuk e di nëse ka lidhje fare fisnore me Matoshin, me Halirin. Gjithësysh ka lidhje se këta familje. S'do të thotë se ka Matosh shumë. Matosh ka edhe në Tërpuj, kallëzoj, kështu që... Hasan Matoshi, thot, o kushtrim Sadiku ju përshëndes, thot, po më dhimën kësa analiza që nuk po muj me hyp në gjipa të zi. Thot, sonte po mungon Shqipe Pandina. Si ne ju të gjipave të zi, i themi Hasanit, apo jo? Po mund me autobusu të taj hala. Me autobusin tashmë të njohur 24 yjet. Po, veç mund me drejtori i marketingu me të lyp fakturë. Fakturën, po, absolutisht. Fakturën, absolutisht, po. Okej. Arsim Rama, ju përshëndes dhe ju përcjell çdo emision. Sot kam 3 pyetje për zotin Matoshi dhe zotin Gashi. Thot, nuk po folim për 20 vjet drejt, se kemi pas qeverisje me koalicione të ndryshme, por po flasim për një mandat qeverisje. Si mendoni, cila qeveri ka punu më mirë, ka pas korrupsion më shumti dhe ka vjedh më shumti? Kështu po shkruan ky. Se po akuzojmë çka kanë vjedh për 20 vjet e çka për 4 vjet. Pra po thotë që nuk janë gjithë që kanë qeverisur ato 20 vjet, ka patur ndryshe, po cila qeveri ka punu më mirë dhe cila qeveri ka punu më keq, me që është për juve dyve. A mund ta themi cila qeveri ka punu më mirë ose më keq? Për arsimin po të nuk mund thua strikt se shiko, vjedhja në Kosovë është mit urban. Sa vetëm mit. Dëgjoni, asnjë haj, një mall qeveritor në gjykat nuk është dënuar. Përgjigje se ka metur 5 minuta, përgjigje. Domthonë është vetëm mit. Kurse mund me thonë Kush që ka punu më mirë? në disa aspekte, në aspektin ekonomik qeveria e Isha Mustafës u konë zoja e punës vet. Në aspektin ndërkombëtar qeveria e Thaqit ka pas deportime rezultate. Në aspektin e mbrojtjes për shembull krijimi i ushtrisë, qeveria Haradina i ka qenë e zora. Në aspektin e zotimeve të Washingtonit dhe nxjerrjen e njohjes nga Izraeli është qeveria Houthi. Domethënë secili i ka sukseset e veta. Gash? Pa diskutim, konsideroj që krahasimisht me qeverisjet në Kosovë prej pavarësisë se ne, qeverisja Kurti 2 ka qenë qeveria më e suksesshme në krahasim me qeverisjet e mëparshme. Po thuj me çka? Tash bënu korrekt, se unë e thash me çka dhe për çka. Okej, kam një koment si pyetje nga një zotri që vjen nga diaspora. Thot, përshëndetje, ne besojmë që nuk do të ketë qeveri. Arsyeja është që të gjithë e dinë që nuk janë qëndrueshme asnjëri nga ta, as pozita as opozita. Mendoj që takimet që po ndodhin mes partive janë përgatitje për koalicion, pasi që të shkohet prapë në zgjedhje. Thotë e dyta, në këtë moment në geopolitikat evropiane dhe botërore, pozita ose qeverisja aktuale nuk është e gatshme për qeverisje. Kështu që duhet shkohet në zgjedhje dhe të ruhet vota maksimalisht. Dhe më së miri, vetëm pak, më së miri thotë, kjo do të ishte në formë të votohet në formë elektronike. Çka zgjidhin zgjedhjet? Nështë aprodhohet një situatë e re? Jo, aty çka mund me lëviz? Mund me lëviz për 2-3%, mund me ro prap VV-ja. Po do me zgjedhje vjen VV-ja? Me on habitat vetin, me on në shtatin e vet. Domthonë, se vetëvendosja me qëllimet partioke që ka më shumë se 16% si meriton për këtij populli. Ajo është mendimi yti, po. Edhe unë besoj që nuk do të kishte ndryshim dramatik të rezultateve rrjedhimisht nuk bën me pas zgjedhje. Edhe nuk do me thonë për me mos zgjedhje shpesh është demokraci. Jo, përkundrazi është kaos. Nuk ka stabilitet me zgjedhje vazhdimisht. A mon ngelçi ose bllokimi i sistemit on henes më i keq.
Pa qysh me është bloku? Me zgjedhja? Po, Nuk ndryshon vota, kurse? Keno, Njëjtë, pra. demokracit i kanë zbulu zgjedhjet si mundësi me dalë për i krize. Qeni metodë, në Greqi që ja kanë bo. Kush deli pari, automatikisht i fiton edhe një numër votash për me mujtë me kriju vetë qeverin që mos me bloku venin. Mund është edhe qasi sistemi me bu. Okej. Po përshë. Afrim Lushtaku për Batoshin thot në debatin e natës e kaluar zoti Batoshi kishte thënë që kjo flet diçka. Vizita e Trump Juniorit në Serbi, kurse thot sonte po thu që nuk duhet të kemi frikë sepse jemi të mbrojtur, kurse realiteti është që ata njerëz të armatosur që hyjnë në Kosovë Bansk dhe ku u vra arreshteri i policisë Kosovë, a mund na thuash i nderuar, po mos vritet ky pjesëtar i policisë, kush do të ishte radhën dhe si do të quhet ndryshe tentim aneksimi i një territori fshinj. Po thot që ke thënë dje për Trump Juniorin e diskutuam, e komentuam dje. Jo, nuk e kumë thonë që ashtu. Jo, Trump Juniori që ka qenë në Serbi. Po, nuk e kumë thonë në që ashtu. Okej. Po njerëzit nuk po ndëgjojnë minjë. E thënë a i veç po ta qesin TikTok, veç atë pjesë që ka po ju konë menon. Po. Problemin e kumë thonë që nuk është i parëndësishëm. Po me gjithat vendimet i merë zyre ovale i merë Donald Trump. Baba i tina. Qartë. Qështu kumë thonë. Absolutisht. Gjevat Shushëri Berisha, përshëndetje kushtrim pyetje për Matoshin nëse VV-ja e formon qeverinë me nismën, a mundet me çu mandatin deri në fund dhe a do të frikojë opozita nga një fiasko nëse shkot në zgjedhjet parakohshme? Po, mundet me çu deri në fund mandatin me kusht thash. Me kusht të rikthimit të pozicioneve të fuqishme me aleancën me Amerikë edhe me kusht njohjes nga Serbia. Ose valimi flamurit të Kosovës të Beograd, se ja ku marrë këtë temë në Egjit. Po, problemi është që jo këtë opcionet qenë, halas ju në certifiku zgjedhjes, kështu që opcioni i neglizhimit ose i shtymjes është më reali për momentin. Okej, këtu ma vonë me dije regjia që kemi kaluar limitin kohor. Andaj regjis